Kryeministri Rama nuk ishte në sallë kur parlamenti votoi për Ardian Fullanin. Hapet votimi për shkarkimin e guvernatorit dhe antarit të Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, zotit Ardian Fullani. Grupet parlamentare heshtën. I vetmi që foli ishte Erion Braça, kryetari i Komisionit Ekonomisë, sipas të cilit guvernatori ka cënuar rënd interesat e Bankës së Shqipërisë, por jo të gjithë antarët e mazhorancës ishin dakord. Me 72 vota pro, 6 kundër, asnjë abstenim, miratohet ky vendim. Zgjedhja për të shprehur përmes votimit të fshehtë me elektronik ruan identitetin e 6 deputetëve që ishin kundër shkarkimit të Fullanit. Në sallë ndodhej edhe deputeti i PD-ju Saqif Rakipi, i vetmi nga radhët e opozitës, edhe sikur ai të ketë kundërshtuar me votë shkarkimin e guvernatorit, mbeten ende 5 deputetë të PS-s dhe LSI-s që nuk kanë respektuar vendimet politike të partive respektive. Me të njëjtin motivacion si Fullanin, parlamenti shkarkoi dhe kryeinspektoren e bankës Elivar Golemi. Me 76 vota pro, 1 kundër, 1 abstenim, miratohet edhe ky projekt vendim pra kthehet në vendim.